Shpirti aventurës. Shenja e parë që njëhet si që e ka shpirtin e aventurës dhe nuk mundet me jetu pa aventurës, shenja e shigjetarit. Shigjetari kërkon liri, kërkon eksplorim, ka dëshirë me bo udhëtime, aventura treja, me njoftu njerëz, pak a shumë e pas jetën si në filma spanjoll. Wow. Filma spanjoll. Filma spanjoll, me një dashurinë e parë, ose dashurinë e vërtet diku ku s'ja merr mendja, po mandej ajo me zgjat veç aty për aty, po thjesht më kon diçka që për të ka me met në kujtesë, po, me qenë një aventurë që ka me i shërby shpirtit ti, se shigjetari ushqet me aventura. Mandej kemi dashin. Dashi për arsye që është shenjë shumë energjike, dashi kërkon gjatë krejt kohës aventurë. Kërkon aventurë në kuptimin jo vetëm ku nje njerëzit të rinj dhe kalon kohë me ta të bukur, por shpesh këta kërkon edhe në përditshmëri. Ka dëshirë me bo një punë ku ai mundet me quajt aventurë. Ka dëshirë me, për shembull nëse del me pi një kafe diko, don që qaj date ose qajo ditë me u quajt aventurë, nuk don që me pas një moment që e shijan, mos me qenë aventurë. Po. Mandena janë binjakët, për arsye që binjakët e ushqejnë shpirtin e tyre shumë, kërkojnë shumë stimulim. Binjakët kanë dëshirë që jeta e tyre krejt me u kthy në një aventurë. Nuk kanë dëshirë që një moment me u bo shumë serioz. I friksohen seriozitetit, kështu që kërkojnë që në jetën e tyre me pas aventura të ndryshme. Kjo mundet me ndru nga dita në ditë, sot me qenë një aventurë krejt ndryshe, nesër me qenë një krejt ndryshe që s'lidhet me ata të tjerë.